Selam aleikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur miq, takohemi këtu në emisionin Impact me mua Isa Mizraj, përshëndetje. Do flasim sot për një temë mjaft interesante në fakt. Do flasim për zgjedhjet e vitit 2017, aktualitetin politik në vend dhe si do të shkojë jeta politike dhe gjithë skenar politik të mundshëm në Shqipëri. Kemi sot të ftuar në studio 3 persona mjaft interesantë, mos mund ta them ose të veçantë, sepse kemi bërë bashkë 3 forcat politike në vend që për 27 vite ndoshta nuk i kemi parë të ulën në një bisedë tavolinës së bashku. Shpat Kutgega është në kryetar i Forumit Rinor të Partisë Socialiste. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Kemi Kristi Gjarau, sekretari i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe antar i kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Ndërkim. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Kemi dhe Lisandër Hoxha, nënkryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Do ja nisim me shpatin, me qenë se është në pushtet. Është dhe LSI-ja në pushtet, kështu që. Po, jeni forca kryesore politike në Shqipëri. Absolutisht. Shpat, zgjedhjet e 2017 janë shumë afër dhe desha di në këndvështrimin tënd, cili do jetë roli i të rinjve në këto zgjedhje politike? Unë besoj që këtë radhë më shumë se kurrë, roli i të rinjve do jetë vendimtar. Ka gjithashtu dhe shumë votues për herë të parë në këto zgjedhje, të cilët do kenë një peshë kryesore se nga do anoj peshore politike, kështu që gjithë forca, gjithë energjia e Forumit Rinor po përqendrohet te këta votues për herë të parë, në mënyrë që ne t'i afrojmë sa më shumë, t'i bindim, t'i shpjegojmë se çfarë është forumi jonë, çfarë është programi politik, kështu që besoj që do jetë një fushat shumë e fortë, sidomos fushatet e të rinjve, sepse edhe forumet e tjera rinore janë goxha pozitiv, goxha të mirë, goxha të organizuar, kështu që besoj do jetë një garë shumë sportive edhe mes të rinjve, kështu që jam shumë i kënaqur. A ka atmosferë zgjedhjesh në Forumin Rinor të Partisë Socialiste? A kanë filluar akoma ato ndarjen e detyrave dhe përgatitjet për zgjedhje? Sigurisht, ne kemi filluar përgatitjet që vitin e kaluar, ku organizuam Fresh Voice-in, i cili ishte një program shumë ndryshe nga të tjerët, ku u zgjodh dhe struktura re drejtuese e Freshit, që në moment për ne ka fillu puna për zgjedhjet 2017, sepse kemi arritur të spikasim gjithë Shqipërinë disa të rinj shumë talentuar, shumë energjik, cilët janë afruar për herë të parë Forumit Rinor Eurosocialist dhe së bashku me këta të rinj që janë afruar rishtazi, po nëpërmjet një programi goxha inovativ do thoja, ne kemi fillu punën që në atë moment me spikatjen, tashmë jemi në fazën e organizimit dhe ndarjes në çdo qelizë të strukturës tonë në gjithë Shqipërinë. Kemi arritur që të organizojmë ndarjen e forumit dhe caktimin e koordinatorëve në çdo organizat ose qendër votimi, siç quhet në gjuhën e zgjedhjeve, kështu që besoj që sot më shumë se kurrë Freshi, nga eksperienca ime 10 vjeçare, nuk ka qenë asnjëherë më parë kaq organizuar dhe kaq i shumtë në numër. Kështu që jam goxha optimist për forumin ton dhe jam goxha besim plot që ne absolutisht do jemi forumi më i mirë dhe që do udhëheqim edhe Partinë Socialiste në zona të ndryshme për të arritur fitoren. Kristi, kemi parë kohët e fundit një shpërthim, nëse mund ta themi, të Lëvizjes Rinore për Integrim, një acarim ndoshta me pushtetin, nëse mund ta quajmë kështu, duke filluar që me proteste maturanteve, ku Lëvizja Rinore për Integrim ka dalur kundra ligjit të arsimit të lartë dhe kohët e fundit kanë paraqitur një program me disa pika drejtuar Ministrisë së Arsimit. Ku është lehtësia në zgjedhjet e 2017-s dhe a ka filluar akoma atmosfera, siç e thashë të shpati e zgjedhjeve? Të falenderoj për pyetjen dhe të falenderoj që bëret mundur që unë të isha këtu sot në radhë parë. Jam këtu me fëmijë shumë të mirë. Kjo është një pyetje me vërtet shumë e vënd për sa i përket maturës shtetërore. Faktikisht protesta që është bërë nga të rinjt nuk është bërë nga Lëvizja Rinore për Integrim, por ishim ne disa nga organizatorët që organizuan këtë protestë. Faktikisht protesta ishte bërë nga shumë miq dhe shok tanët. Nuk ishte protestë partijake, nuk ishte protestë me ngjyra politike. Kishin antar të Lëvizjes Rinore për Integrim? Sigurisht kishte antar të Lëvizjes Rinore për Integrim, por sepse lëria është shumë dhe kudo, ky nuk është faji ynë. Ishin shumë njerëz që marrë përsipër organizimin e protestës. Jo, absolutisht. Ne ishim pjesë organizimit protestës, por ne nuk ishim organizatorët e protestës dhe protesta nuk ishte bërë për shkak sepse kjo ishte ideal i Lëvizjes Rinore për Integrim. Protesta është bërë për shkak sepse unë dhe si shumë të tjerë ishim maturantë në radhë parë dhe u prekëm nga disa gabime, nga disa eksperimente që Ministria e Arsimit bëri këtë vit në kokën e maturantëve. Kjo është një ndër arsyet kryesore pse protesta u zhvillua. Për sa i përket pikave që ju po më thoni,
në radhë parë unë mendoj se që një maturë shtetërore të jetë e saktë, dhe ky nuk është vetëm mendimi im, po është mendimi i gjithë anëtarësisë dhe bazës lirisë, duhet patjetër që të jetë gjithëpërfshirës, duhet patjetër që të ketë transparencë dhe duhet patjetër që të merren mendimet e gjithë të tjerëve. Ju po thoni që nuk janë marrë mendimet për ligjin e arsimit të lartë të gjitha? I mat më ka thënë kur kam qenë i vogël që edhe nëse ti nuk do të merresh me politikë, politika do të merret gjithmonë me ty. Pra, do të jenë ato sipër që gjithmonë do marrin vendime pa na pyetur ne. Nuk mund të bësh një maturë shtetërore pa pyetur vetë maturantët, pa pyetur ata që vetë ishte Nora Malaj një ndër iniciatorët e ligjit të arsimit të lartë. Jo, në fakt, jo Nora. Faktikisht një ndër personat të rëndësishëm, zëvendës ministri i arsimit është pjesë e qeverisjes, por nuk është iniciatore. Faktikisht ta shpjegoj më mirë Kristi dhe unë do jap mendimin. Ishte rëndësishëm në maturën shtetërore apo jo? Në ligjin e arsimit të lartë. Faktikisht, për të qenë sinqert, matura shtetërore ishte një reformë që duhej bërë. Por shfaqi gabimet e veta me kohën, kjo për shkak të disa gabimeve që kanë ndodhur. Dhe kjo nuk do të thotë që neve nuk mund të propozojmë një paketë pikash e cila do ta përmirësojë maturën shtetërore. Ne besojmë fort që çdo gjë shkon drejt përmirësimit dhe çdo gjë shkon drejt bërjes së diçka akoma më mirë. Dhe prandaj ne kemi propozuar këto pika. Unë personalisht kam qenë pjesë e komitetit maturës shtetërore, ku 16 për pikave që ne kemi, 12 për tyre janë miratuar dhe janë disa ndryshime që vërtet prekin maturantët, siç janë koeficientet e lëndëve me zgjedhje, sepse si thua një maturant absolutisht nuk mund të japë sociologji dhe pastaj të vazhdojë për inxhinieri. Janë disa gjëra që vërtet e prekin maturën shtetërore, për shembull të njihet provimi i anglishtes me zgjedhje të njihet edhe për jashtë. Janë disa gjëra të vogla, por bashkë me njëra tjetrën janë to hapat veçë që e bëjnë diçka të madhe. Ne prandaj e mendojmë këtë gjë të saktë. Protesta është e drejtë qytetare, pavarësisht qofshim ne apo jo antar të lëvizjes rinore për integrim, ne mendojmë që të protestosh do të thotë që të japësh mendimin tënd. Por a mendoni ju që protesta juaj duke filluar nga baza e vogël e LRI-s do prekte koalicionin e madh qeverisës? Që mund të ndikojë përket sigurisht në acarimin e marrëdhënieve. Nuk dua të korrigjoj, por baza nuk është e vogël e LRI-s. Jemi koshient jo baza e vogël, domethënë fillimi e vogël në kuptimin e të rinjve të LRI-s. Nëse të shprehësh mendimin tënd dhe të përpiqesh të bësh një ndryshim dhe të bësh diçka më mirë, do të shkonte deri te koalicioni. Koalicioni është diçka që flitet dhe bëhet gjithmonë për stabilitetin dhe të mirën e vendit. Ne jemi gjithmonë pro dialogut, jemi gjithmonë pro konsensusit për të bërë diçka më të mirë, për të bërë diçka më gjithëpërfshirëse dhe diçka më transparente. Dhe këtu qëndrojmë ne gjithmonë për sa i përket kjo pjesë për maturën shtetërore. Më pyete për fushatën e të rinjve në lëvizjes rinore për integrim. Liria është shpirti dhe zemra e LSI-s në fund të ditës. Ne jemi e ardhmja dhe jemi mbështetja më e madhe dhe jemi pjesa ku partia mbështetet gjithmonë tek forumi jon rinor. Ne kemi këtë gjë nuk është sepse e them unë, sepse mund të thua shumë gjëra, por ne tregojmë mjaft qartë që kemi 2 deputete në parlament që janë nga lëvizja rinore për integrim. Njëra është Kedi Mehmeta, e cila ka lobuar fort për maturën shtetërore, bën pjesë në komisionin e arsimit, dhe tjetër është deputetja Silva Caka e Qarkut Beratit. Dhe ne e treguam mjaft mirë se sa i mbështesim ne të rinjt në zgjedhje, kur vetëm në Tiranë nga 15 këshilltarë të zgjedhur, 9 prej tyre ishin antarë të lëvizjes rinore për integrim. Dhe jo thjesht antarë, po miq dhe shok me njëri tjetrin, miq dhe shok të mit. Kjo tregon që Liria nuk është thjesht një forum rinor, Liria në vetvete është një strukturë mjaft organizuar, është një parti e madhe, Liria është një familje e madhe, Liria është gati dhe është mjaft e fortë për të përballuar një fushat siç është ajo e 2017-s. Lisandër, ti në këtë rast do thoje nëse do ketë fushat, por ku është FRPD-ja me zgjedhjet? Nëse mund ta themi, nuk dua ta prek pjesën e protestës sepse do kalojmë pak më vonë, por sa është marrë apo ka kohë FRPD-ja të merret edhe me përgatitjet për fushat? FRPD në fakt ka kohë më përpara që ka kryer avancime në këtë fushë. Domethënë, para një viti e gjysmë u mbyllën zgjedhjet e përgjithshme me një model amerikan. U bën 20 konventa në gjithë Shqipërinë, pati bum antarësimesh, pra ne nuk e prisnim atë numër të madh të rinjtë që ishin të interesuar të merren me një parti politike siç është PD-ja, një njerëz që vjen dhe aktivizohet në politikë, në thelb çfarë ka? Lën kohën e vet, punët e veta dhe vjen merret pra zhvullnetar aty. Dhe ne kishim mbi 35.000 antarësime në forumin rinor të Partisë Demokratike vetëm për garën për kryetar të FRPD-s. Konventa shkoi mirë, u zgjedh kryetari i ri, pas një kohe u përgatit dhe zgjedhjet e strukturave drejtuese nga Këshilli Kombëtar deri tek kryesia dhe departamentet, një proces që nuk mori shumë kohë për fatin tonë të mirë dhe ne u futëm direkt në punë. Çfarë do të thotë në punë? Pra shfrytzuam bazën sepse kishte dek ku ne mund të kërkonim përmirësim edhe me rivitalizim, qarkullim elitash le ta quajmë, dhe në këtë kontekst
Sot Forumi Rinor i Partisë Demokratike po kap shifrën 50.000 anëtar. Kemi një shpërndarje në gjithë Shqipërinë, dhe them me krenari këtë, për çdo kuti votimi me grup, me strukturë të organizuar në maksimum për zgjedhjet e përgjithshme politike. Tani hapet temën e arsimit lartë është një temë që ne na prek gjithëve. Një temë që prek çdo shqiptar, edhe atë që është gjimnazist, edhe atë që nuk është gjimnazist, por ka dikët afër që është gjimnazist. Si shikojmë ne? Ne shikojmë si një pabesi që i ndodhi çastin e fundit maturantëve. Pse e them pabesi? E them pabesi sepse u ndruan kushtet e lojës në gjysmë trugës. Pra njerëzit dinin diçka tjetër dhe në gjysmë trugës priten besë dhe dalin përpara një fakti i cili solli këtë ligj që solli larg konceptin tonë për merit preferencë, sepse ishte një sistem komplet tjetër, por që në mendimin tim favorizon biznese private më shumë se sa qytetarin që duhet jetë në thelb çdo ligji. Kryetari i Partisë Demokratike që kandidon për të qenë kryeministër ka bërë një premtim që ligji i parë që dorëzoi është ligji i arsimit lartë. Dhe ne kemi pas super impakt me këtë. Dhe është e vërtetë që ligji i parë që qeveria Basha ditën e parë që do bëjmë mbledhje do të dorëzojë ligjin e arsimit lartë. Është një ligj që bespreu të rinjt dhe është një ligj që po na kthen votuesit për herë të parë. Nuk janë më shumë se zgjedhjet e tjera, pra ka një rritje të vogël në përqindje, por janë esencial në këtë zgjedhje. Si shikojmë ne? Duke pas një bum largimesh nga Shqipëria, janë 300.000 njerëz që kanë ikë. Dhe është azil për bukën e gojës, nuk është azil sepse kërkoj jam një mjek në Shqipëri dhe duhet paguam më mirë në Gjermani. Është azil për bukën e gojës, është thelbi, ka prekur pikën kritike. Dhe rinia kësaj radhe, për mendimin tim, do jetë thelbi, është themra akilit në këtë situatë. Me këto largime, me këtë terror që është kryer ndaj biznesit, ndaj sipërmarrjes rinore, sepse kemi shifrat më të ulta të sipërmarrjes rinore në rajon, po të ulemi edhe diskutojmë, me raportin e Departamentit Amerikan Shtetit për 2.000 parcela kanabis, pra njeriu ka pamundur të jetojë. Është një vend që po të jetërsohet. Vetëm të mos kalojmë në propagandë politike të madhe. Rinia ka një rol vendimtar si pasojë e këtyre. Nuk po them se rinia është rinia merr përsipër vendin dorë, kur sa herë kemi pasur kriza politike në Shqipëri, kanë qenë të rinj që kanë ndërhyrë, që nga 1912 deri më sot. Shikoj historinë dhe do gjesh rinin aty. Ndaj them për ne janë shumë të rëndësishëm. Sa i përket marrëdhënieve politike të brendshme tona me strukturat, kryetari Basha ka bërë një premtim. 35% e të rinjve do të jenë deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Kjo është super lajm për neve. 35% është shumë. Dhe 35% do vazhdojë edhe në administratë. Pra ne në procesin tonë të hapjes politike që i bëm Partisë Demokratike, vendosëm që të rinjt do kenë një rol esencial, pra janë pjesë e lëvizjes, pjesë e qeverisjes nesër. Së dyti është bërë dhe një hap shumë i mirë që ne na ka ndikuar direkt tek afrimi i të rinjve. Propozon deputetin tënd, është një nismë e cila përmurzon çdo barrierë të një qytetari shumë nderuar në Elbasan, në Vlorë, në Shkodër, që nuk ka mundësi të kanalizohet politikisht nëpërmjet strukturave dhe kulisave të partive, dhe i vjen emri direkt në Tiranë. E propozon online. Dhe nëse kryetari i partisë dhe strukturave drejtuese i duhet përzgjedhin midis 2 emrave apo 2.000 emrave, për mua është pasuri 2.000 emra. Pra, mos bëhet monopol çështja e kandidimit, sepse për shumë kohë, ndoshta edhe partitë e tjera mund ta kenë vuajtur këtë problem që është vështirë të vijë emri. Sot në PD të vjen emri në Tiranë. Futesh online te faqja e Partisë Demokratike dhe propozon këtë duash. Dhe PD nuk ishte partia e parë që bëri këtë hap. Ndoshta impakti ke ne ka qenë shumë i madh. Pra, ne kemi mbi 150.000 aplikime nga njerëz që nuk janë antarë të Partisë Demokratike. Pra ne kemi 100.000 antarë, po janë 150.000 të tjerë që nuk janë antarë të Partisë Demokratike dhe deri para 2 javësh që unë jam updateuar me shifrën, jam habitur. Që duat vënë deputet? Jo, që propozojnë të tjerë, jo vetëm e tyre. Pra njerëz që japin emër, mbi emër, atësi, numër telefoni dhe propozojnë dikë për deputet dhe një koment shkurtër pse mendojnë që Isai mund të jetë deputet në Has. Më kupton? Të kuptoj. Po kjo është diçka që për mua është gjë e mirë. Shfati, për të ndalur, po, kishe diçka? Jo, thjesht për ta bërë më shumë si bisedë në lidhje me ata që thanë dhe kolegët e mi. Përsa i përket pjesës LRI-s, LSI-s dhe protestave që kanë po vetëm për maturën, do dalim tani vetëm ta bëj pyetjen për dalur direkt aty. Desha të ndalesha pak të reforma arsimit lartë, sepse desha më pas deshëm ne studentët janë një pjesë e rëndësishme e rinisë, ose baza e rinisë janë studentët. Absolutisht. Për momentin kemi 3 kampe. Kemi LRI-n dhe LSI-n tërësi që është kundra tani më ligjet e arsimit të lartë, dhe këtë e dëshmoi dhe Monika Krymadhi një ditë më parë.
kemi Partinë Demokratike që ka premtuar që ditën e parë të qeverisjes së bashkëta do ta rrezojë këtë ligj, kemi dhe kampin e studentëve që nuk janë të politizuar deri më tani, që kanë protestuar që 4 vite është lëvizja për universitetin, mund të kërcjuar për to, që janë kundër ligjit të arsimit të lartë. Ku është Freshi në këtë pikë dhe çfarë sytimi jep për gjithë këto akuzat që po Freshi është absolutisht në mbështetje të kësaj reforme që për mendimin tim dhe në mendimin e shumë profesorëve, por edhe maturantëve është historik për shkak të mënyrës se si tashmë kjo reformë funksionon. Normalisht një reformë e tillë, nëse nuk ka reagime kaq të forta, atëherë nuk do ishte një reformë kaq e madhe dhe kaq e rëndësishme për Shqipërinë, kështu që këto reagime besoj që kanë qenë të llogaritura në thonjza dhe të mirëpritura sigurisht, sepse pa kritik nuk ka zhvillim. Më pëlqen ideja që ka protest, pëlqen ideja që gjithashtu e parti që janë pushtet dhe që kanë qenë pjesë e vendimarrjes dhe që janë akoma pjesë shumë e rëndësishme e vendimarrjes së këtij shteti, janë në një protest ndaj një ligji i cili ka kaluar në parlament, një parlament ku secila parti ka votat e saj dhe shumë mirë mund ta kishte rrëzuar në parlament, mund ta kishte rrëzuar në komisionin e ligjeve dhe kjo reformë nuk ishte kaluar nëse LSI nuk ishte dakord. Ndërkohë që kjo reformë ka kaluar dhe kjo që ndodh tani më është një hipokrizi që i bëhet tyre maturantëve për t'i kërkuar votën, është një hipokrizi shumë e pastër në mendimin tim, kur ti flet mbas pilafit, pra mbasi ti ke qenë pjesë e kësaj gjëje, ti sot proteston. Absolutisht të rinjt janë shumë të mirëpritur të protestojnë. Ne jemi shumë të mirëpritur dhe kemi dëgjuar shumë shpesh në gjithë Shqipërinë mendime nga maturantë, në takimet që kemi bërë me maturantë dhe votues për të parë në lidhje me reformën për arsimin e lartë. Unë mendoj që unë nuk jam një ekspert i ligjit për arsimin e lartë, as nuk pretendoj të jem një ditë ekspert i kësaj fushë, por në dijenin time dhe në bisedat që unë kam pasur me maturantë ndryshëm në gjithë Shqipërinë, ka pasur një mungesë informimi. Dhe ndoshta ky ka qenë një nga gabimet që mund të jetë bërë, që nuk ka pasur informim mjaftueshëm në mënyrën se si duhet aplikuar, në mënyrën se çfarë lëndësh duheshin zgjedhur, për të zgjedhur dhe për të shkuar në atë drejtë që donin. Mos informimi qëllimshëm për të shtyr. Unë mendoj që nuk ka qenë i qëllimshëm, mendoj që ka qenë ndoshta një nënvlerësim duke ja lënë në dorë këtë drejtorive arsimore, ku në dijenin time, ka drejtorish arsimore, qoftë propozuar nga PS-ja, qoftë propozuar nga LSI, të cilët do të kishin bërë punën e tyre me informimin e këtyre maturantëve, kështu që besoj këtë radhë ka një informim shumë të lartë, ka një informim shumë të mirë në çdo shkollë të Shqipërisë dhe besoj që kjo realisht këtë radhë, kur përmend këtë radhë një breziku, ne s'mund të themi këtë radhë do jetë më mirë, sepse do gjën gjithë ato maturantë. Dhe nuk besoj që janë djegur maturantë. Është një ligj klientelist. PD se ka fjalën t'japi mendimin. Kështu që në lidhje me do të them akoma më Po shumë. mund të ndërhysh pas herë gjithsesi. Jo, po respektojmë njëri tjetrin sepse më mirë të dëgjojmë deri në fund, se nuk është etike pastaj. Edhe unë do përpiqem të jem më shkurt në mënyrë që të kemi interaktivitet. Për sa i përket kohës kur qeverisë PD-ja, mund të trikujtoj shumë skenat, mënyrën se si aplikoi për shkollën e lartë, mënyrën se si përzgjidheshin studentët për shkollën e lartë, që po ta mendosh sot mbas 8 vitesh ose 10 vitesh kur ka qenë ky lloj sistemi në atë kohë, është çmenduri. Ka qenë një çmenduri e vërtet, mënyra se si shkojnë shkollë të lartë në atë kohë, për të mos përmendur pastaj shumë universitete private, absolutisht piramidale, të cilët kanë marrë shumë para dhe të cilat qeveria e PS-s dhe LSI-s kur janë pushtet i mbylli këto universitete, që dim shumë mirë kush kanë qenë, që nga vitrina, kristal etj. Pra, që disa nga ministrat kanë akoma diploma të këtyre universiteteve. Absolutisht, qoftë ministra, qoftë deputet, qoftë të punësuar administrat, megjithatë ata kanë qenë një farë mënyrë të ligjëruar nga qeveria e hershme, kështu që nuk mund ta shkelësh atë ligj që ka qenë atë kohë. Kështu që normalisht këto diploma që u morën atëherë sot ekzistojnë, ama nuk jepen më. Kështu që kjo është një hap përpara, besoj, nuk mund të kthehemi mbrapsht. Për të kaluar edhe tek Sandri, para se të përgjigjet isha të bëj pyetje. Patjetër. A ishte Partia Demokratike iniciatori i parë i ligjit të arsimit të lartë, sepse studentët e kanë shprehur që ka qenë PD-ja, ajo e cila e ka propozuar të njëjtin ligj, por që urzua në kuvend u miratua përsëri nga qeveria Rama Meta. Të them drejtën, këtë informacion unë nuk e kam. Nëse ka qenë PD, ndjenin time jo në këtë format. Për shkak se në vitin 2010, mos gabofsha, ka qenë Partia Demokratike që ka propozuar një reformë në arsimin e lartë, por që nuk ka kaluar në këtë format jo, të siguroj që jo. Sepse nuk ndodh që Partia Demokratike të propozojë
një ligj i cili centralizon, pra PD është parti që synon hapjen e konkurrueshmërinë e tregut të arsimit lart, qoftë me publikun dhe privatin. Ndërsa një ligj që centralizon, që mbyll universitete me kritere pa kritere, diku me drejt ndoshta, se nuk mund të themi që gjithçka ka shkuar vaj. Pra unë du më shumë Shqipërinë se partinë. Kjo është thelb. Por duke qenë njëri i angazhuar politikisht, po të them këtë që Partia Demokratike sot, në këtë moment që është partia në opozit, si e shikon këtë problem? Të rinjt, po detyrohen s'pari të rriten tarifat në universitetet publike, ka ratë cilësi e mësimdhënies atje, për shkak se mungesë investimeve të tjera, dhe s'dyti, po detyrohen që të mos ngelen pa shkollë, të shkojnë dhe të paguajnë para diku. Dhe ne dim shumë mirë se kush janë universitetet klienteliste. Ndaj nuk mos u habisni që koalicioni apo një pjesë e koalicionit dali kundra. Ka dhe zëra brenda të majtës janë kundra dhe nuk guxojnë shprehen publikisht, por e shprehin haptazi që ky është një ligj klientelist, është i turpshëm. Dhe nuk ka shqiptar sot që nuk e di që ligji i arsimit lart është ligji i parë që dorëzohet, për shkak se është klientelist, është në dëm gjithë popullatës, nuk është në dëm të një pjese. Pra ligjet nuk bëhen për të favorizuar dikë dhe për të ndihmuar dikë, bëhen për popullatën. Dhe të kesh në dorë të ardhmen e fëmijëve të shqiptarëve dhe ta kesh trajtosh në këtë formë nuk e di. Domethënë është zgjidhja më e gabuar që ka ndodhur, prandaj dorëzohet. Kjo është bindja ime. Për ta bërë një pyetje të përgjithshme për të tre juve, kemi parë që realisht 4 vitet e fundit janë shtuar protestat ndjeshëm në Shqipëri. Ka pasur protesta në të gjitha aspektet, në të gjitha fushat, shumë grupime kanë dalur protestuar. Po i fillojmë me Kristin. Ti mendon që shtimi i këtyre protestave është për shkak të mirë funksionimit të demokracisë apo të pakënaqësisë së madhe të popullit? Fatkeqësisht mund të them që unë jam vetëm 19 vjeç këtu sot dhe unë nuk kam qenë pjesë e asaj kohe ku kanë qenë dhe protestat dhe unë nuk mund ta bëj dot një krahasim të kohës së atëshme protestave atëshme protestave të sotme. Unë e thash dhe përsëris dhe pak më përpara që protestat janë e drejtë popullore dhe kushdo që proteston shpreh mendimin e tij me anë të protestës. Kështu që unë mendoj që protesta nuk është për shprehur mendim realisht. Protesta është për akti i fundit është protesta. Akti i fundit që thot Lisandri. Domethënë protestat janë mirë funksionimi i demokracisë, domethënë që demokracia në Shqipëri po shkon drejt përmirësimit apo shprehje e një pakënaqësie të madhe? Unë mendoj që ka aspekte nga të dyja që ndikojnë në gjën që ju sapo thatë. Unë besoj që demokracia në Shqipëri sa vazhdon të bëhet më e mirë dhe Shqipëria po shkon dhe po vazhdon drejt integrimit evropian, gjë që ne të gjithë e synojmë. Dhe kjo e tregon mjaft mirë me protestat dhe me gjitha gjërat. Unë mbaj mend nga prindërit e mi që protestat e mëparshme kanë qenë më tepër të dhunshme, më tepër të agravuara, por në kohët e sotme ne shohim që protestat nuk është se kanë tepër dëme, nuk është se kanë ndonjë problem, dhe janë më tepër për të shprehur një qëndrim të një organizate, të një forumi apo të një grupimi që ndjekin një ideal. Unë mendoj që demokracia në Shqipëri po shkon drejt përmirësimit, por mendoj që ka edhe pakënaqësi të ndryshme në popull, që për shkak se populli proteston, sepse unë nuk besoj që populli proteston për hir të dëshirës për të protestuar. Proteston sepse ka një qëndrim për të mbajtur dhe proteston sepse për të mbajtur një qëndrim apo për të shprehur një mendim. Unë kam qenë maturant vitin e kaluar ku e kam mbrojtur maturën shtetërore, unë e kam pas mesataren 10.14, por për shkak të ligjit për arsimin e lartë, mesatarja ime ul. Dhe këtu u futën dhe provimet dhe unë u bëhe mundur që unë të kapja shkollën në datë 18 tetor, kur shkolla fillonte në datë 20, shkollën që unë dëshiroja. Dhe kjo është diçka që nuk më preku vetëm mua si individ, ndoshta unë jam person që mund ta përballoj presionin. Ti protestove në këtë rast? Po, patjetër që ishte shprehje në pakënaqësisë, nëse themi që ishte demokracia ajo që ishte protestoi. Më lër ta mbaroj dhe do të dal dhe aty ku sapo theti. Kjo nuk krijoi vetëm tek unë pakënaqësi. Kjo krijoi edhe tek familja ime, sepse siç e dim, fëmijët janë drita e syve të familjeve dhe në fund të ditës ato presin shumë nga vajzat apo djemtë të tyre. Kjo ishte një shprehje pakënaqësisë dhe unë e theksoj, i them dhe Shpatit edhe Lisandrit që nuk ka qenë protest e imja si lëvizje rinore për integrim, por ka qenë protest e njerëzve maturantëve të thjeshtë që kishin pakënaqësi ndaj kësaj ligji për arsimin e lartë. Unë mendoj, nuk jam as ekspert i maturës shtetërore, nuk jam as ekspert për arsimin e lartë, do ta jepja një mendim nëse do isha, por unë mendoj që sado e saktë të jetë kjo reformë, sado e mirë të jetë, është bërë absolutisht në kohën e gabuar. Dhe për këtë mendoj që bien dakord disa veta, sepse nuk mund të ndryshosh rregullat e lojës në mes të lojës. Është njësoj si ti je në një fushë të madhe futbolli dhe arbitri thot në minutën e 60 që shiko se tash do luajmë pa faulla. Dhe kjo është absolutisht e padrejtë. A ishte i vonë reagimi i Ilerisë, ndoshta? Unë nuk mendoj që ishte i vonë, sepse ai është bërë pas hapjes së fazave dhe tham
e theksoj dhe po ta them dhe po qëndroj këtij mendimi që nuk ishte reagim i lëvizjes rinore për integrim, ishte lëviz. Po a duhet reagon televizori rinore për integrim? Ti po thua që s'ka reagu zyrtarisht? Unë po them, jo, ne kemi reaguar dhe zyrtarisht nëpërmjet kryetares Frida Kërpaqit, e cila ka bërë takime në çdo rreth të Shqipërisë për sa i përket maturës shtetërore dhe ku kam qenë dhe unë personalisht. Por reagimi fillestar ishte si një maturant i pakënaqur nga ligji për arsimin e lartë. Dhe kjo i vë kapakun gjithçkaje. Por ne mendojmë që nuk duhet krijojmë konflikt artificial. Ne mendojmë që siç jemi ne këtu sot të qeshur me njëri tjetrin, duhet që të zgjidhim këto gjëra dhe mos krijojmë konflikt, por nëpërmjet dialogut përpiqemi të përmirësojmë sa më shumë ato maturën shtetërore, sepse një mendim i imi si maturant mbeso sado i keq të jetë, nuk ka asnjëherë mendime të këqija. Për të kaluar të shpati vetëm shumë shkurt. Ishte pakënaqësi apo demokraci? Pjesa e protestave, shtimi i protestave, nëse je kushtent që protestat janë shtuar këtë vitet e fundit apo jo? Për të them që nuk ka pakënaqësi, nuk ta them këtë sepse un jam realist dhe jetoj për ditë me njerëz të tjerë siç jam dhe vetë, kështu që gjej për ditë mendime njerëzish, disa të kënaqur, disa të pakënaqur, disa me kritika, disa me sugjerime, kështu që normalisht ka një pjesë pakënaqësie, nuk mund të presim që e gjithë popullata apo të gjithë njerëzit të jenë të kënaqur me çdo reformë apo specifikisht qoftë dhe me reformën arsim. Unë personalisht kam një shpirt protestues dhe kam qenë pjesë e protestave kur ato vlenin. Për shembull në protestën para Kimiju kam qenë bashkë me gjithë shoqërinë time në shesh, edhe pse ne ishim pushtet, mendoja që në atë kohë ishte një kaos që duhet protestoje dhe realisht kam protestuar me gjithë zemrën time dhe ishte një kaos që në fund besoj që rezultoi drejt, do mor një vendim i dur. Mendoj që ajo ka qenë një nga protestat popullore dhe ka prekur çdo njeri në Shqipëri dhe unë jam bashkuar se proteste. Ndërkohë që protestat tjera të grupeve ndryshme shoqërore apo sociale normalisht që ka dhe do ketë gjithmonë, ka sot në Amerikë kundër Trumpit, ka në Francë, ka në Gjermani. Flasim për një shtim të theksuar të protestave. Jemi kushtent, mund të hulumtojmë që në qeverisin Rama, 4 vitet e fundit ka një shtim të theksuar të protestave. Nuk është si kohët e përpara të qeverisë Berisha, Nano apo Kjo varet edhe nga këndvështrimi, ndërkohë që në kohën e Nanos për shembull kishte protesta çdo javë. Nëse mban mend Nano ik, ka pas shumë protesta. Nëse i kujtojmë domethënë, ka pas shumë protesta në atë kohë dhe mirë bënte. Patjetër. Sepse ndryshoi diçka, edhe besoj që sot jemi shumë më mirë nga çishim 2005-ën apo nga çishim 2009-ën apo në 2013-ën, kështu që protesta është për mendimin tim gjithmonë gjë shumë e mirë dhe duhet t'i lëmë njerëzit lirë, qoftë ata që kanë ndikime politike të kenë drejt të kritikojnë dhe të protestojnë. Unë shpesh kritikoj shumë vendime që mund të merren të qeverisë apo vendime edhe në rangje më të ulta, sepse ka dhe vendime të gabuara, nuk ka 100% vendime të drejta të çdo qeverie, kështu që nëse kritikon nuk do të thotë që ti je kundër kësaj qeverie ose je kundër disa njerëzve, ti ke një mendim që mund ta përmirësoj një çështje të caktuar dhe ne kështu duhet ta shohim, edhe çdo njeri kështu duhet ta shoh. Nuk duhet ti imponojmë të rinjve një lloj mendimi partijak që ai të jetë i mbyllur, që ai të jetë i verbër në çdo vendim që merr partia apo qeveria e tij. Në fundit që kanë ndërmarrë shumica e grupeve sepse përpara mund të përmendim 2-3 raste, për shembull reformën e arsimit të lartë. Zharza. E fundit fare. Janë protestë shumë e drejtë dhe që besoj. Pauze drejt. Lisandër, si mendon ti, është shprehje pak nacisme apo një demokraci e mirëfillt në Shqipëri që përshkon drejt vetëm shkurt se shumë shkurt do të jap opinionin tim, po do filloj me një pyetje. Për ato 1300 kontejner me lëndë helmuese kam shumë dëshirë të përgjigjem kësaj pyetje. Në rast se do të vërtetohet me dokumenta që kanë hyrë në Shqipëri. Është vërtetuar kundër dhe ka dalë, jo, më fal, dhe ka dalë edhe një vendim, është bërë publik një vendim i Këshillit të Ministrave që lejonte një gjë të tillë. Me sa di unë, zyrtarët e Partisë Demokratike që janë marrë me këtë punë, por edhe shoqëri civile po hulumtojnë pranë institucioneve italiane për të marrë dokumentacionin. Në rast se ti vërteton dhe vërtetohet të del publike që këto kanë hyrë në Shqipëri, do dalësh protestosh? Kjo është absolutisht një fantashkencë, do ta quaja unë. Unë vetë jam pjesë e drejtorisë përgjithshme doganave dhe e di shumë mirë se si funksionon procesi i hyrjes të një makine, qoftë një konteneri, të një makine. Çdo makinë dhe çdo individ është i monitoruar në Shqipëri me Teams kur hyn, që në momentin që ai shkel tonë shqiptare, qoftë në traget apo qoftë në rrugë toksore apo qoftë në rrugë ajrore. Si catcher apo
Lisander, me një pyetje të Jo, më fal, ta sqaroj pjesën e A vërtet besonin që kanë hyrë 1300 kontinere, sepse janë shumë 1300. Kjo është një çmenduri. Po një mort kishte hyrë shumë, jo 1300. Kjo është nuk është Por nëse kanë 1300 flasin për një dështim total të doganave. Nuk po flasim për dështimin total doganave, por për helmimin e Shqipërisë. Helmimin e Shqipërisë është më e rëndë akoma. Unë dyshoj që kanë hyrë, burimi nuk vjen nga Shqipëria, vjen nga jashtë. Nuk kam informacionet e duhura për këtë punë. Janë mediat italiane që kanë denoncuar të parë. Portale italiane si portalet e Qimpegës. Po të mund t'jenë edhe si të mero bazës, Mund t'jenë si të mero bazës, absolutisht. Kështu që unë për këtë t'jap garanci të plot që është një çmenduri ta mendosh një gjë tillë që kanë hyrë dhe nuk kanë dalë, sepse një kontener që në Shqipëri ka disa faza. Ka fazën që vjen me manifest dhe me deklarat eksporti nga shteti italian. Pra në momentin që një kontener transportohet me anije kontenerësh, ka një manifest që bëhet nga doganë italiane, sepse nëse kanë hyrë në Shqipëri legalisht, i bie që edhe në Itali kanë hyrë ilegalisht. Po ato nuk ekzistojnë as gjikundi në asnjë port dhe në asnjë anije italiane, sepse do kishin deklarat eksporti. Dhe në Shqipëri kjo deklarat eksporti do rezultonte pa mbyllur sistemi shqiptar, do ishin të hapura. Dhe do ishin të hapura nga shteti italian. Po thuan rrugë legale nuk kanë hyrë. Dhe në qoftë se do ishin hyrë në Shqipëri në këto rrugë që thoni ju, ato do të ishin mbyllur në kufirin me Maqedoninë, që nuk ekzistojnë fare as të hapura dhe as të mbyllura, si kontenera apo si targa makinash. Kështu që të thuash një gjë të tillë, pa pasur qoftë edhe një fakt, qoftë edhe një dhënë, qoftë edhe një thjesht gjendet një numër, 1300 kontener. Nuk ka dalë nga ne kjo, thjesht pyeta, nëse vërtetohet që këto kanë hyrë, nuk thasha kanë hyrë me matrikull doganor apo pa. Nëse merr vesh dhe vërtetohet që kanë hyrë, do protestoje? Në Shqipëri sot është e pamundur të futesh kontrabandë. Jo, unë do protestoj absolutisht që protestova kur ishte çështja për të hyrë armë kimike. Kurse të hyjnë këto kontener që thoni ju, është çmenduri dhe nuk duhet t'ia themi më njerëzve të sepse është qesharake. Jo, s'po themi ne në fakt thotë tjetër kush. Ne thjesht histori qesharake. Po kërkojmë hetim të plot për këtë punë, për ne është skandaloze. Taksative një portal italian Është bërë një hetim i plot për këtë Lisander. Nuk e di. Thash nuk jam unë personi që merrem me këtë punë. Me konfirmim nga agjentura italiane, nga dogana italiane. Jetoj këtu dhe them drejtën shqiptare dhe nga dogana maqedonase. Çfarë janë protestat? Protestat në thelbin, personat që studiojnë shkenca sociale, politologji, protesta është akti i fundit që një njeri bën në një sistem demokratik. Pra e fillon shprehin e pakënaqësisë me gjëra të vogla derisa mbërrihet tek protesta dhe mosbindja civile që është e fundit fare. Shtimi i protestave është konstatimi i drejtë. Unë mendoj që gjitha grupet e interesit, nga qytetari i thjesht që trajtohet me digital pse ndim ekonomike, jepet një dekoder digital, ai s'ka drita. Deri tek 30.000 të arrestuarit në 2 vitet e para. Janë arrestuar 30.000 qytetarë. Pra janë dërguar para komisariatit 30.000 shqiptarë për detyrime kontraktuale me OSHE-n. Disa prej tyre edhe kanë vrarë veten, është ai rasti në Lushni që është i frikshëm. Detyrime kontraktuale për thjedhje. Nuk ndërpreva. Nuk ndërpreva. Fal. Është një jetime në Puk që u bë publike, që ajo shkreta shkoi të rilidhte energjinë elektrike se kishte dikë të smurë në familje dhe u arrestua. Ishte djali. Është dikush që po mbyllte një tent në balkon pa leje, patjetër që pa leje dhe u arrestua, por arrestimi është metodik për mua, është metodë pune. Këta nuk operojnë dot pa këtë lloj metodike. Është terror. Të krijosh një shtet polices cilin e ke frikë. Dhe fjala burg, patjetër që sjell edhe këto pasoja. Jam shumë krenar për protestën e 18 shkurtit. Kristi përmendi diçka, Kristi është i ri, unë e vlerësoj për angazhimin politik, sepse unë e kam nisur më i ri se Kristi në fakt. Dhe sigurisht që është gjë e mirë të merresh me politikë. Tha diçka, nuk kam parë tha protesta të dhunshme se ndoshta më përpara. Kristi 2011-ën kam imazhin e një polici që shkonte për të kap flamurin kombëtar në tokë, teksa dhunoi me shqelma, me gur, me hunj, sepse mendonin që bloku i zi dikujt ju nxinte jetën edhe këtyre të tjerëve dhe përfundimi ishte që ajo protestë degradoi në dhunë. 2011 nuk është shumë herë. Ndërkohë krahasuar 21 janari flas. Po. Krahasuar me 18 shkurtin, që nuk u godit një oficer policie, nuk u thye një xham, nuk u bështy dikush, nuk u gjyq një gur, nuk u vra njeri, patjetër. Është një protestë që tregon që Partia Demokratike ja doli me shumë vështirësi, është fal organizimit, po dhe qytetarisë protestuesve tanë, që mos të ushtrojë dhunë, por të diktonim vendimin, i cili vjen shumë shpejt, brenda 2 javësh, që ne jemi mazhoranca politike në vend, ne jemi me njerëzin në rrugë, ti je me godinat.
Vetëm Lisandër diçka. Patjetër. Ti përfundimisht thej që është formë pak nacie protesta apo jo? Është akti i fundit qytetar. Çfarë ka qytetari në dorë protestën? Arsyetuar protesta e 21 janarit, nëse mendon këto, edhe me 21 janar ishte akti i fundit i një proteste që populli nuk bante më dhe degradojnë dhunë. Dhe ti sapo e arsyetove dhunën e 21 janarit. Ka një detaj. Duhet t'i ndaj momentet. Momenti i parë është organizatori. Unë jam organizator më i përgjegjësi për protestën. Besoj që nuk është përshtatshme si bisedë për tekstin e të rive, megjithatë mund ta mbarosh një gjë e shpejtë. Jo sa ke rënd, megjithatë organizatori është partia politike që menaxhon protestën. Dhe menaxhimi ynë me menaxhimin e zotërinjve, që janë sot partin pushtet, ndryshon 100%. S'pari, së dyti, numrat diktojnë. Është ndryshe të vihesh 5000 veta me hujnë para kryeministrisë dhe të marrësh godinën, e bën ato, e bën çdo forcë politike dhe një parti e vogël sapo krijuar ta bën këtë gjë, nuk është ndonjë vështirësi e madhe. Dhe është ndryshe të kesh 200 e ca mijë njerëz në rrugë që të thonë ik dhe vendosin që të rinë aty dhe fal Zotit, Partia Demokratike mbajti një çadër dhe nuk mbajti 50000 veta në shesh, sepse do e kishin vështirë ne ta menaxhonin pastaj. Kjo është arsye pse nuk mbajmë shumë njerëz. 50000 veta në shesh akoma? Nuk kuptove. Ne i nxjerrim dhe i mbajmë, por nuk menaxhohen. Pra, irritimi i qytetarëve, i atyre 30.000 të arrestuarve, i atyre që është mbyllur subjekti. Shikoni çfarë është bërë me ekonominë. Se thonë rritje, nuk ka asnjë rritje. Të mos kalojmë edhe herë tek gjatë e mëdha. Flasim tek këto vogla dhe dal politika e madhe për protestat, desha pak të diskutojmë për situatën aktuale politike në vend. Nga një anë kemi Partinë Demokratike, marrim nga opozita e cila ka 31 ditë mos gabofsha. 31 ditë që ka hyrë në një grevë që duket që nuk do ketë fund. Qendres, nuk është grevë. Në një protestë, më fal. Protestë. Dhe kërkesa e saj kryesore nga fillimi ka qenë tërheqja e qeverisë dhe krijimi e qeverisë teknike. Zgjedhje të lira dhe të ndershme përmes krijimit një qeverie teknike. Kjo është kërkesa kryesore. Nga ana tjetër, kemi një kryeministër i cili e mohon kategorikisht krimin e qeverisë teknike dhe ditëve të fundit një krizë të koalicionit qeverisës. Krizë të koalicionit qeverisë e them për arsye që ka pasur deklarata shumë të rënda nga Luan Rama, nga Samir Tahiri, kemi sharkimin e 4 ministrave kohët e fundit dhe atësaimit mes Monika Kryemadhit dhe Lindita Nikolës dhe sigurisht është një krizë e koalicioni. Lisandër, si do përfundoj gjithë kjo punë? Qendresa po falë se po më pres. Po patjetër. Nuk mund ta cilësosh krizë koalicioni me të parën, domethënë vetëm sepse ka shpati përmendi pak më parë që ti je kritik krizë sepse ka pasur deklarata shumë të rënda ndaj njëri tjetrit. Mos më ndërprit të lutem ta mbaroj domethënë deri në fund. Ti je kritik ndaj diçka dhe duhesh përmirësosh diçka, nuk do të thotë me do e mos që e kundra asaj gjë. Nëse koalicioni është për të mirën e vendit, nëse koalicioni siguron stabilitetin e vendit, nëse koalicioni siguron integrimin evropian në vendin, nëse siguron më shumë shërbim, nëse siguron më shumë punësim, atëherë koalicioni është gjëja e duhur për shqiptarët, se në fund do bëhet për shqiptarët, nuk bëhet për partitë që qeverisin. Vetëm një pyetje të shkurtër. Vetëm është krizë, ju lutem unë e them. Krizë sepse unë e them gjithmonë që koalicioni është për stabilitetin e Shqipërisë apo jo? Unë e them gjithmonë. Ky koalicion nuk po arrin stabilitetin e dy partive. Ti nuk e konsideron krizë akuzat e rënda që i bëri Samir Tahiri Luan Ramës dhe Luan Rama Samir Tahirit? Monika Kryemadhi tani do të hapur kundra ligjit të arsimit të lartë që në një kohë ka votuar vet. Do të them të gjitha, vetëm të lutem mos më ndërprit. E thash dhe më parë që e mbështes mendimin e Shpatit kur të jesh kritik nga diçka e të duash të ndryshosh diçka nuk do të thotë që me doje mos je kundra asaj gjëje. Ka gjithmonë koalicioni, ka kritikat, ka gjërat e veta, janë mendimet e tyre. Unë mendoj që për sa kritikat dhe akuzat ndryshojnë, fal që ndërpres. Gjithsesi, unë merr kritika, merr akuza, janë gjëra, mendime që shprehen, jemi në demokraci, mendimet mund të shprehen. Unë mendoj që kritikat dhe gjërat e mira që ti do të përmirësosh, unë mendoj që i bëjnë më mirë koalicionit se sa e dëmtojnë atë. Kështu që unë nuk mendoj që me do e mos ti duhet ta cilësosh patjetër si krizë e koalicionit, sepse unë e thash dhe më parë dhe vazhdoj ta them që LSI-ja dhe Ilir Meta janë forcë që mbështesin stabilitetin e vendit, janë forcë që mbështesin integrimin evropian, janë forcë që mbështesin shërbimin, janë forcë që mbështesin punësimin. Dhe nëse koalicioni është më i mira për shqiptarët apo shumë alternativa të tjera, besoj që LSI-ja dhe Ilir Meta do bëjnë ato që është më e mira për shqiptarët në fund të ditës. Dhe më e mira për rinin shqiptare sepse mesazhet dhe misioni, se po flasim edhe për rinin në këtë emision, unë mendoj që mesazhi dhe kryesori gjithë politikanëve të mëdhenj, Ilir Meta është treguar më i zgjuar dhe ka kuptuar më përpara këtë histori, dhe prandaj ka sot në parlament të rinj, prandaj ka në këshill të rinj, që motivi këtyre zgjedhjeve duhet të jetë vetëm përfshirja e të rinjve në politikë.
sepse vetëm në atë mënyrë ne mund të kemi mundësinë për të shprehur mendimin ton, mund të bëjmë një ndryshim dhe unë qëndroj gjithmonë larg ultimatumeve, Ilimeta thotë në çdo deklarat vetëm që ne qëndrojmë larg ultimatumeve, por jemi pro dialogut dhe unë mendoj që me dialog të mirë dhe mund të zgjidhet çfarëdo lloj gjëje. Prandaj më fali se na që ndërpreva se s'ka problem. Ne është një sqarim që ke drejt ta bësh. Tani Sepse që ka nevojë për përsëritje të pyetjes. Jo, nuk do hyj të diskutoj pjesën e Kristit. Pyetja është për aktualitetin politik, për mesazhin që po jep Partia Demokratike. Çfarë ndodhi? Me 18 shkurt e pat vet. Është një ndër protestat më masive në Shqipëri. Pra nuk ka nevojë për koment, u komentuar ndërkombëtarisht. Çfarë po kërkojmë? Në këto kushte që është Shqipëria, me 8 milion rrojnë kanabis, 2 milion parcela, 2.000 parcela. Se këto janë aktualiteti, çdo ditë kemi dëgjuar. Ke raportin e Departamentit Amerikan Shtetit, se dakord opozita gënjen, mediat kazan gënjen, qytetarët e lirë gënjen, gjithkush gënjen. Duket ndryshe nga Edi Rama. Më beso çfarë po të them. Le të interpretoj çfarë të doja këtë zezmi të bardhë. Thot, janë 2.000 parcela me kanabis. Ke deklaratat e kryeprokurorit antimafjas italiane. Thot, autostrad droge Shqipëria. Ke çdo ditë lajme për tonelata kanabis që kalojnë nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Në këto kushte, JPD-ja, pas një parti politike, nuk mund të hyjë në zgjedhje me 6 miliard euro në vit, që janë 2 miliard më shumë se buxheti i shtetit, dhe të pretendojë që Shqipëria ka zgjedhje të lira të ndershme. Kishin dy rrugë. O të destabilizohet vendi komplet, sepse njerëzit po ikin, janë 300.000 shqiptarë që kanë ikë deri tani, 200.000 aplikuan për të ikë në Amerikë, dhe çdo ditë po tentojnë të ikin. Ose të kërkohet zgjidhja. Kush është zgjidhja? Ne nuk duam vim pushtet me qeverinë teknike. Ne duam një qeveri që t'i besojmë të tre palët. Pra të zgjohemi, të duam Shqipërinë më shumë se partinë dhe të themi, bëjmë qeveri teknike, të mbyllë procesin tënd, të mbyllë mandatin 4 vjeçar dhe maksimumin tënd. Për mua janë të dy bashkëfajtor, koalicioni qeverisës, nuk dikush më shumë, dikush më pak, sepse kanë menaxhuar gjëra ndryshme. Por unë po them të krijojmë një qeveri e cila të garantojë procesin zgjedhor. Asnjëra nga palët mos ta komentojë. Ti vëm një fund kësaj vjedhjes zgjedhje në Shqipëri. Është e frikshme ajo që ka ndodhur në Libër. Është kujtesa e tanishme dhe ne po shikojmë që destabilizimi i vendit është gati. Është gati nga ligji i promovuar nga Partia Demokratike që e kërkojmë me ngulm, që është ligji për heqjen e kriminalëve nga parlamenti, nga administrata e tjera, dhe janë akoma në punë, janë akoma në detyrë. A kupton çfarë diskutojmë ne? Dhe ne flasim për çelje negociatash. Dhe ne flasim për çelje negociatash. Po votohet tani nga PD-ja. M'fal, ta mbyll se po e përmbyll dhe ne flasim për hapje negociatash me Bashkimin Evropian, e ke raportin e fundit që thot harrojeni nëse nuk ka zgjedhje të lira të ndershme. Kush do Europën, që është interesi ynë më madhor të tre partive në fund ditës, për te qëndrimeve të ndryshme, absolutisht që do kërkojë zgjedhje të lira të ndershme. Ne kemi dhënë ofertën tonë dhe ne po qëndrojmë aty deri në zgjidhjen e këtij problemi. Situata ka filluar të lëvizi, Ben Blushi e quajti makjazh, unë e quaj kamuflazh, hoqi një Sajmir, vuri një Fatmir, që është skandali më i madh më, një njeri që ka përsekutuar gjimnazist në Krujë. Po shpat. Dhe kjo është situata tani. Tani, unë nuk du të flas këtu si lideri i partisë, siç folën absolutisht. Dy kolegët e mi, unë du t'jap mendimin tim si edhe qoftë si qytetar i thjesht, por qoftë si pjesëtar i forumit rinor. Nëse shohim nga jashtë. Kur flet në përgjithësi Partia Demokratike për zgjedhjet, mua vjen gjithmonë në mendje Arbenistani. Edhe që kujdo shqiptari që vjen në mendje Arbenistani, e para vjen Qeshi, e dyta i del përpara një hajdut votash, domethënë hajdut votash i certifikuar dhe nga ndërkombëtarët që ka vjedh zgjedhje, që sot është sekretari i përgjithshëm i PD-s. Pra, po flet, nuk e kam me ty personalisht, kërkoj ndjes që po përdor këtë gjuhë, por jam i detyruar ta them këtë gjë. Pra, një hajdut i certifikuar që ka vjedh dikur zgjedhje, sot thot largohu ti nga qeveria, që të vi ky hajdutit menaxhoj zgjedhjet e Shqipërisë, që zgjedhjet të cilat i kushtojnë shumë Shqipërisë. Zgjedhjet që menaxhoi sekretari i përgjithshëm i PD-s, ish kryetari i KQZ-s së Shqipërisë, mbase shumë maturantë janë të ri sot dhe nuk e mbajnë mend. Atë kohë është diçka e filmuar e dokumentuar, më fal, që të mbyllim të pjesën e zgjedhjeve. Unë di që Shqipëria ka një kushtetutë, është një republikë parlamentare, ka disa rregulla loje të përcaktuara, se kush vjen në pushtet, se si vjen në pushtet me votë dhe se si organizohen zgjedhjet. Do ishte shumë e drejtë nëse Partia Demokratike do kërkonte disa kushte, disa garanci, disa element që të siguronte mbarvajtjen e zgjedhjeve. Pra të kërkoheshin gjëra teknike. Nuk e di, ka të gjithë
numëruesit. Votimi elektronik i kërkuan. Më fal. E harruan atë kërkesë. Më fal, është votim elektronik, po është një gjë në ajër votim elektronik, ndërkohë që të gjithë zgjedhjet në Shqipëri dhe kur ka ardhur në pushtet janë bërë me votim manual. Dhe në shumë vende të botës, në 89% vende të botës aplikohet kjo lloj mënyre votimi dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Tani, nëse do kërkoshin, për shembull, PD-ja ka gjithë numëruesit, ka komisioner, ka vëzhgues, ka një trup elektorale që është e aftë dhe ka të gjithë të drejtat ligjore të monitorojë çdo votë që hidhet, çdo votë që numërohet dhe çdo votues që voton. E ka këtë drejtë, qoftë LSI-ja, qoftë edhe disa parti tjera të koalicionit. Në këtë moment që ne flasim, kërkohet qeveri teknike. Për çfarë kërkohet një qeveri teknike? Në kushe kur ky koalicion që sot qeveris ka marrë 1 milion vota dhe ju që jeni 30% e mbështetjes me votë të Shqipërisë në 2013, sot ju kërkoni qeveri teknike. Kjo e para nuk ka logjik, e dyta është absurde dhe nuk mund të kërkohet nga 100 vete që rrinë për ditë në çadër. Kjo është absurditet shumë i madh dhe gjithë të njerëz nuk mund ta fusin Shqipërinë në destabilitet. Dhe nuk do ishte një çmenduri nëse kjo do ndodhte. Mund ndodhi për kushte tjera, jam dakord, ama me këtë arsyetim të Partisë Demokratike unë jam absolutisht kundër Siri, i cili duhet të ardhmen e vendit. Shpat, nëse nëse Partia Demokratike nuk hyj në zgjedhje, nuk do hyj gjithë opozita, janë diku 20 parti që nuk do hyjnë në zgjedhje. A mendon kjo që do sjellë destabilizim? Shqipëria ka rreth 70 parti, nëse PD-ja do të hyjë në zgjedhje kur mos hyft. S'është problem. Ka shumë parti, më fal, ka shumë parti Shqipëria, PD-ja është një alternativë që ka 40 deputet sot. Ka parti tjera që mund të marrin 30, mund të marrin 20, mund të marrin 5, kështu që nëse s'do PD-ja të hyjë në zgjedhje kur mos hyft, zgjedhjet do bëhen në 18 qershor. Dhe ne u përgatitemi. Zgjedhjet në 18 qershor nuk ka. Dhe tani do t'i përgjigjem Shpatit. Kur thua nuk ka shkelje kushtetuese. Më fal. Zgjedhjet janë dekretuar nga presidenti që e ka zgjedhur PD-ja. Zgjedhjet mund të jap mendimin tim? A mund të jap mendimin tim? Po, Të dëgjova me shumë vëmendje. Të në shkelje me kushtetutën. A mund të vazhdoj ta jap mendimin tim siç e kam unë apo dakord. Tani kush është mendimi im? Përmendë zotin Ristani, një njerëz që për mua në opinionin tim ka bërë një proces të drejtë. Në opinionin tënd nuk ka bërë një proces të drejtë. Nuk ju ka ndaluar kurkush ta denonconi. Nëse keni fakte dhe prova kundër Albin Ristanit, shojeni në prokurori, po tani publike. Publike ka dhe artikuj pa fund të pa drejtë ndaj njerëzve të caktuar, nuk ka rëndësi. Kjo është diçka që në këndvështrimin tim nuk ishte e drejtë. Gjithsesi, çfarë po ndodh në Shqipëri dhe unë si i ri tani po flas, jo më si profesor, si nën kryetari i Forumit Rinor Partisë Demokratike. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Çfarë mjeti ka mund si qytetar të reagoj nëse unë jam një shitës ambulant në rrugë? Çfarë mjeti ka mund si qytetar të reagoj nëse jam maturant dhe nuk jam i kënaqur me Edi Ramën, me Ilir Metën, me Lisandrin apo ku diun? Çfarë mjeti ka mund të reagoj nëse jam një zotëri që jeton në fshatrat e Shqipërisë dhe vuan nga çdo gjë, nga çdo lloj shërbimi që shteti duhet t'i ofrojë? Kam vetëm votën. Në demokraci njihet vetëm vota. Çfarë po ndodh? Çfarë po kërkon Partia Demokratike? Apo kërkojmë ne të bëjmë një koalicion multipartijak për ta quajtur qeveri teknike? Jo. A jemi në kushtet e krizës? A Shqipëria në krizë? Apo përjetojmë një krizë të madhe politike në vend, e cila vjen si pasojë e shumë gjërave. Pra, që nga kriminaliteti deri nuk po e përmend. Ka shumë ka dhe debat kjo pjesë. Nuk po hyn në asnjë debat. Thjesht po them apo përjetojmë një krizë të thellë politike. Po ose jo? Ne jemi në krizë të thellë politike. Tani, që të kemi besueshmëri tek zgjedhjet. Është çështje këndvështrimi prapë. Që patjetër. Sepse Shpati nuk mendon të jetë gjë. Patjetër. Po them, atëherë po them argumentet në krizë kur opozita s'ka kuvend. Argumenti ynë kryesor është kanabisi dhe zërat e kundër kanabisit kanë filluar nga qeveria. Ke Lefter Kokën, Ylli Manjanin, vetë Ilir Metën, ambasadorin amerikan, departamentin amerikan shtetit në raportet që bën. Pra, nuk i them unë, as media ka zënë, as opozita ka zënë, se ne jemi ka zënë. Me thonë këta, tani më dëgjoj çfarë po them. Çfarë do ndodhi me 18 qershor? Në këto kushte nuk ka zgjedhje. Nuk ka për të pas zgjedhje në Shqipëri dhe ta harroj njëri që do e bëj Shqipërinë si Kim Jong-uni Korenë e Veriut. Që të ketë një parti që hap ça partiçka dhe vjen. Nuk jam shumë i qartë me termin nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje do të thotë pa opozitën nuk ka zgjedhje. Jeni të sigurt për këtë. Zgjedhjet do jenë kushtetuese, Lisandër. Më dëgjoj çfarë po them. Nuk është hera parë që janë shtyr. Unë nuk jam teknicien e kushtetutës. Nuk është hera parë që janë shtyr zgjedhjet. Kur e kërkoi Edi Rama shtyrjen për shtimin e një standardi, Partia Demokratike i hapi derën. Jemi të gjithë kushtent. Kur kërkoi Edi Rama shtyrjen e zgjedhjeve pas dekretimit,
Një fjali të Për të kushtetutës. ushtuar disa elementë sigurie te kartat e identitetit, ne i shtym zgjedhjet. Pra është precedent që ka ndodhur më përpara. Kushtetuta e Shqipërisë është një gjë e cila na mbron nga mos rrjedhurit larg ligjshmërisë. Po jemi në krizë zotëri. Të lutem. Jemi në krizë ekzistencë si shtet. Ta marrim një fjali të kushtetutës dhe besoj që kuptojmë gjithë. Zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë shtyhen vetëm kur ka fatkeqësi natyrore dhe kur vendi është në luftë. Je ekspert i kushtetutës, po flet për nenin 66. Je ekspert? Unë po e kap këtë fjali. Unë nuk po du të hyj në këtë detaje, po shpjegoj një detaj më të madh. A mund të ketë zgjedhje pa opozitën? Me këtë do e bëjnë opozitën, me Ben Blushin. Po, me Koçokov Shpati thotë që ne kemi opozitë, kemi 70 parti. Me këtë do ta bëjnë opozitën. Nëse Partia Demokratike nuk merr pjesë, a është kjo gjë e dur për shqiptarët? Unë po të isha në vend të Tiranës nuk do të reja kur. Mos hynte opozita në zgjedhje. Ne këtu do jemi dhe kemi për ta parë që zgjedhjet do zhvillohen normalisht. PD-ja do vinë zgjedhje dhe LSI-ja dhe PS-ja. Besoj që janë. Do vinë dhe PD-ja në zgjedhje? Absolutisht. Unë nuk dua të hyj në këto lëret politike dhe do doja shumë që të flisim për gjëra krejt tjera. Po, vetëm me diçka dhe jo për këtë situatë. Megjithatë, besoj që është loja politike që zhvillohet, është një lojë politike që zhvillohet dhe në zgjedhje tjera. Ka pas probleme edhe shumë më të rënda dhe prapë zgjedhjet janë zhvilluar. PD-ja edhe PS-ja kanë histori të ndryshme në raport se si sillen me zgjedhjet, se si sillen me procesin zgjedhor, kështu që besoj që backgroundi i Partisë Socialiste dhe i të majtëve në përgjithësi në Shqipëri në raport me zgjedhjeve është shumë më i ndershëm dhe shumë më i pastër, kështu që besoj që ka një të drejtë morale më të lartë dhe ka një argument më shumë që këto zgjedhje do zhvillohen normalisht. Besoj që do jenë shumë të qeta dhe shumë normale, nuk e di pse duhet të i frym artificialisht. Duket diçka e kotë. Diçka shumë rinore më tepër, përderisa jam mbledhur diskutojmë për fushatën e të rinjve, nuk kemi mbledhur domethënë se faktikisht mu duk sikur jemi te parlamenti dhe te çadra. Më kupton? Edhe ne po përpiqemi të bëjmë atë që bëjmë gjithmonë, që bëjmë më mirë, konsensus. Ne po përpiqemi të bëjmë atë konsensusin, kështu që më mirë se sa flasim dhe të zihemi siç zihen nga parlamenti apo nga çadra liderët tanë politik, ne që jemi të rinj të paktën t'japim një shembull. Ana ime nuk po zgjoj. Absolutisht po zgjoj. Diskutimi ka argumenta pro dhe kundër. Është aktualiteti i moderatorit. Jam shumë dakord. Por që unë them që më mirë ne t'japim një shembull për të rinj që do na ndjekin apo do na shohin. Se duhet të rinj të antarësohen në LRI dhe të bëhen pjesë e kësaj fushate për ta mbyllur. Do ta them, por nuk lutem lër ta mbaroj këtë mendimin sepse dua të ta shpreh përfundimisht, domethënë pse u futa dhe dola në këtë mendim. Unë mendoj që ne këtu të tre që po flasim duhet t'japim një mesazh për çdo të ri që na ndjek. Duhet t'japim një mesazh që ne jemi pak ndryshe nga liderët tanë politik. Neve kemi një mendim tonin, kemi një mendim rinor, ne duam bëjmë diçka më të bukur, duam bëjmë diçka më të mirë, duam bëjmë diçka me qetësi, duhet bëjmë diçka me dashuri, duhet bëjmë më të mirën që i duhet vendit tonë. Unë nuk mendoj që retorikat konfliktuale duhet përsëriten edhe në brezin tonë. Neve jemi një brez që duhet ulemi me njëri tjetrin, të dialogojmë dhe të përpiqemi të gjejmë zgjidhje në fund ditës. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund bëhet për popullin shqiptar. Dhe besoni kur unë ja them si ri dhe si miqtë e mi që mos të bëhemi edhe ne si parlamenti apo çadra që del njëri konfliktohet me tjetrin e tjerë me radhë. Unë mendoj që është mirë që neve së bashku me njëri tjetrin të diskutojmë dhe të përpiqemi të dialogojmë për diçka më të mirë për vendin. Për sa i përket diskutimit që u bë pak më parë, unë mendoj shumë që secila parti duhet marrë pjesë në zgjedhje, duhet shprehë mendimin e vet, për të marrë pjesë në zgjedhje është nuk është dëshirë, po është zgjedhje që partia bën vetvete. Unë mendoj që do ishte shumë e mirë që populli të kishte sa më shumë alternativa, sepse do bëjë zgjedhje më të mirë, në fund të ditës ne jemi zgjedhjet që ne bëjmë. Kështu që unë mendoj që sa më shumë alternativa që të ketë populli, aq më mirë do të jetë, por siç e thash, ja them miqve të mi, po ja them të gjithë atyre që na ndjekin, që ndrojmë larg konflikteve, por me shumë buzëqeshje të dialogojmë dhe të flasim për konsensus edhe për ta mbyllur. Ne në fakt nuk po konfliktohemi, po në përgjithësi mua më pëlqen njerëz që mbajnë qëndrime dhe mbajnë qëndrime të forta në një situatë caktuar, qoftë në krahun tjetër, qoftë në krahun tonë, kështu që më pëlqen njerëz si Lisandri, i cili ka qëndrimet e tij, unë i respektoj absolutisht qëndrimet e tij dhe të Partisë Demokratike. Megjithatë, ne nuk mund të bëhemi si ndërkombëtar. Pra, unë i uroj shumë suksese Kristit, megjithatë besoj që duhet një qëndrim në këtë rast, nuk mund të thuash që shiko se ne do dialogojmë, do bëjmë këto janë fjalë të bukura që shkojnë eter kur i thon dhe nuk thon asgjë vetvete. Ne kemi këtë qëndrim si PS.
PD-ja ka atë qëndrim. Si të ri dhe unë si ri kam qëndrim që vendi absolutisht përparoj dhe të eci përpara dhe mendoj që zgjidhja ime është më e mirë se zgjidhja e Lisandrit. Lisandri beson që zgjidhja e tij është më e mirë se zgjidhja ime. Ama nuk mund të rrim të dy pasiv dhe të mbajmë qëndrime asnjëse dhe të themi shikoze unë nuk kam faj, ju po zgjidheni. Ne duhet të mbajmë qëndrim. Kjo është Vetëm jemi në limitet e kohës. Vendi është në një moment historik, do thoja unë, është një moment përpara marrjes së statusit kandidatit, është një moment përpara zgjedhjeve. Në këtë moment secili, qoftë i ri, qoftë i vjetër, duhet të mbajë qëndrimin e vet të fortë dhe të argumentuar. Nuk mund të rri asnjëanjës në këtë situatë. Qëndrimi vetëm që ne duhet mbajmë është ai që është ka populli dhe ai që vjen nga baza dhe nga antarësia e partisë tonë. Pra, LSI-ja ka treguar me demokracinë brenda forumit, që nga zgjedhjet për kryetar, që nga zgjedhjet për komitetin drejtues, që nga konventa kombëtare. Çdo qëndrim që ne do mbajmë do jetë qëndrim që vjen vetëm nga baza dhe asgjë më tepër. Jo vendimarrje që vjen nga lart poshtë, pra vendimarrje që vjen nga poshtë sipër. Kjo është gjëja më e mirë që ti mund të bësh për partinë tënde dhe mund të bësh për vendin tënd. Më pyete pak më përpara se pse duhet të angazhohet. Po vetëm shkurt të lutem sepse Pse duhet të angazhohet dikush tek lëvizja? Nëse këtë pyetje. Po, shkurtimisht 2-3 pika pse të Pse duhet të angazhohet dikush tek lëvizja rinore për integrim dhe pse duhet votojë LSI në 18 qershor? Po vetëm shumë shkurt. Unë mendoj dhe jo vetëm unë, por të gjithë të rinjtë që e mbështesin këtë frymë rinore, unë mendoj që duhet angazhosh në lëvizjen rinore për integrim, për shkak sepse në lëvizjen rinore për integrim ti nuk je një karike më tepër, por je një mendim, por je një njerëz që do të ndryshosh vendin. Unë personalisht që drejtoj një strukturë siç është ajo e gjimnazëve në lëvizjen rinore për integrim, nuk jam asgjë tjetër përveç se avokati fjalës atyre dhe administratori i ideve. Dhe prandaj një ndër pjesët kryesore është përfshirja që ti ke. Dhe këtu ne tregojmë mjaft qartë me pjesën që kemi 2 deputet në parlament, që kemi 80 këshilltar, LSI-ja është mundësi, LSI-ja është shans, është një shans për çdo që vjen, futet dhe ka dëshirë të punojë në këtë gjë. Dhe është katapulta më e mirë politike dhe është akademia më e mirë politike për çdo të ri që ka dëshirë për të merr. LSI-ja është shans, liria është shans që jepet të rinjve për të marrë pjesë në ndryshim, sepse nëpërmjet këtyre deputetëve që zgjidhen, nëpërmjet këtyre këshilltarëve që zgjidhen, ti mund të shpresh mendimin tënd mjaft mirë në parlament, mund ta shpresh në këshilla bashkiake, zëri ju dëgjohet, vendi ju përfaqësohet dhe mbi të gjitha liria, lëvizja rinore për integrim është një familje e madhe ku ti përveç politikës ke edhe misin që nuk e humb për asnjë lloj gjëje. Lisandër? Pyetja e njëjtë është? Është pyetja e njëjtë, pse të ri duhet të angazhohen me PD-n dhe t'i bashkon fushatës nëse do ketë elektorale të partisë? Patjetër që do ketë fushatë elektorale. Pse duhet të angazhohen të rinjët? Angazhimi rinor për mua në këtë moment pranë Partisë Demokratike për te vlerave dhe misionit që PD-ja ka dhe mund ta lexojnë gjithë tek faqja zyrtare dhe besimit që ndajnë për lirinë ekonomike, për ato vlera që PD-ja përcjell si forcë politike kur vjen pushtet. Në këtë radhë, në këtë moment, gjykoj që angazhimi rinor do të jetë zgjidhja e shumë problemeve që Shqipëria ka patur ndër vite. Ne jemi në prag, siç e thanë edhe kolegët e mi, që nëse arrim të realizojmë edhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme, mund të hapim negociatat me Bashkimin Evropian, pra është një sfidë e madhe për vendin dhe e gjykoj patriotike angazhimin e të rinjve, sepse duhet ta duash Shqipërinë, të vendosësh mos largohesh prej saj, të luftosh për të, dhe ti je pjesë e PD-s. Për mua të bën në vetvete një luftëtar për liri, për ato drejta të cilat miqtë tanë në Europë i kanë, por ne nuk i kemi siguruar dot për veten tonë, për familjen tonë, për kombin tonë. Ndaj, në këtë moment është shumë e rëndësishme përfshirja në politik, pra nuk është vetëm detyrë të jesh qytetar i mirë dhe ke një bindje, por angazhimi politik nëpërmjet Partisë Demokratike dhe FRPD-s kësaj radhe do të japi mundësinë që zgjidhjet e problemeve të bësh vetë. Ne po shpërndajmë pushtet tek rinia, ta thash më përpara, 35% e kandidatëve do të jenë nga Rinia Demokratike, 35% e administratës publike do jetë nga Rinia Demokratike, çka e bën PD-n partinë e vetme në Shqipëri që në zgjedhjet e ardhshme me një numër kaq të lartë pjesëmarrje aktive të rinjve në politikë. Pra ne japim pushtet rinis dhe nëpërmjet këtij pushteti administrojmë më mirë kombin. Sepse unë besoj që të rinjt janë më pak të korruptueshëm, të rinjt janë patjetër. Për ta shkurtuar sepse patjetër do ta përmbyll në këtë. Afrimi me FRPD-n sot jep zgjidhjen përfundimtare për të ardhmen e vendit. Ky është besimi. Shpat? Unë do preferoja të tregoja historinë time personale në fresh, për t'i treguar gjithë të rinjve se si është ti sot një freshist. Unë vi nga një qytet i vogël, jam antarësuar në fresh në moshën 17 vjeçare, kur isha në vit 3 në gjimnaz, ishte një njeri i thjesht me ato ëndrat e mia, u përfshiva krejt rastisht në fresh, ndërkohë që gjatë gjithë këtyre viteve në fresh kam njohur shumë miq nga gjithë Shqipëria,
kam mësuar shumë rreth politikës, kam mësuar shumë rreth jetës, kam mësuar si të sillen politik, kam mësuar si të flas publik, kam mësuar si të bëj miq të mirë, si të përzgjedh miq të mirë, si të organizojmë gjëra të bukura së bashku, si të ndihmojmë të rinjt në kauzat e tyre. Është një dashuri e madhe e cila është rritur bashkë me mua dhe shumë të rinj tjerë. Freshi ndër vite ka nxjerrë shumë politikan, do të thojë që është akademia e vërtet politike ku ti mëson absolutisht. Kështu që për ta mbyllur me këtë, Freshi ka nxjerrë dhe Ilir Metën dhe Monika Kurremadhin, kështu që pse të zgjidhni kopjen kur mund të zgjidhni origjinalin. Kjo Jo, veri ka një replik pa diskutim. Ju falenderoj të jo, pjesa për sa i përket unë po them dhe po ngulmoj fort që të qëndrojmë larg konfliktet dhe përpiqemi që t'jemi provojmë një shans për gjithë. Ndoshta falenderoj. Na mbledh prap. Sepse Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, ishte shumë kënaqësi që ju bëra bashkë një herë. Faleminderit. Ndoshta të mëdhenjët nuk mund t'i bëjmë bashkë, por u bëm të gjithë Shpresoj që bashkë. bëhemi prapë bashkë për Freshi të jetë si në kohën e Ilir Metës. të mëdhenj do mbledhen për të zgjidhur çështjen e zgjedhjeve. Faleminderit për Freshi në pjesëmarrjen. kohën e Ilir Metës besoj që do Të nderuar shikues, me kaq përfundon emisioni jonë. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.